Tirana Avion përgatitet për të rikthyer edhe një herë titullin kampion në kryeqytet. Dhe për këtë arsye donatori Alili nuk kursen asnjë emër të rëndësishëm të futbollit shqiptar, të paktën duke i bërë një ofertë. Pas ofertës drejtuar Ervin Bulkut, ish lojtari i Tiranës, pas Vilfor Hysës, tani në skenë deri dhe një tjetër ish bardhë blu, Claudian Duro. Pas ardhes së trajnerit spanjoll Julian Rubio dhe pas së kolonizimit të kryeqytetit me futbollistë nga e gjithë bota, tek rekordmenët të futbollit shqiptar është hapur një panket me lojtar të shpallur non grata nga ish lojtari i Barcelonës. Problemi vetëm tek Tirana për momentin nuk është merkato, por shëndërimi i klubit me më shumë titull në shoqëri aksionere. Një kusht i vendosur nga UEFA për të qenë pjesë e kategorisë superiore. Kur na ndajnë vetëm 2 ditë nga hedhja e shortit për sezonin e ri 2011-2012 dhe shumë pak nga starti i sezonit të ri, Federata Shqiptare e Futbollit i ka dhënë një ultimatum Tiranës që të ndryshojë status dhe të kthehet në shoqëri aksionere. Edhe një javë kohë kanë drejtuesit e Tiranës që të plotësojnë dokumentacionin, mbledhin Këshillin Bashkiak dhe të zgjidhin çështjen. Nëse nuk arrin ta bëjnë diçka të tilla, atëherë rrezikojnë të mos marrin pjesë në kampionat. Donatori i Bardhë Bluve i ftuar pa akoma më parë në Ora Sport Debat, që të sojë të gjithë tifozët e Tiranës se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Por në këtë pikë të sezonit jemi në vend numër. Pasi ndryshuan trajner për të disa të herë, një fenomen i përhapur si epidemisë së fundit tek Bardhë Blut, tek kryeqytetësi tani pritet të ndryshojë dhe shefi i klubit Rauf Dimraj, një person i vendosur shpesh në shenjesa nga donatori Alili, por dhe nga tifozët fanatikës. Pas ndryshimit të pushtetit lokal tani Dimraj ka bërë gati valixhet për të larguar nga Tirana. Krenar Ali Mehmeti ish kapiteni i famshëm i Bardhë Bluve në vitet 2000, pritet të zëvendësojë Dimraj në këtë post. Megjithatë, kandidatura më e fortë për momentin është ajo e drejtorit aktual të stadiumit kombëtar Qemal Stafa, Gasmen Sollaku. Shefi i klubit tek Bardhë Blut është një post i cili në fund vendoset nga Bashkia e Tiranës, që është edhe pronarja e klubit.